Përshëndetje për gjithë shqiptarët, kudo që janë, kushdo që do të ketë mundësi ta sheh këtë video. Jam shumë i nderuar që jam në Ungra të Kalabrisë, në mesin e arbreshve, në mesin e shqiptarëve të vërtet, tu ku ndjeva shumë mirë të ditë që ishim me mikun tim Raningecaj nga Suedia. Kam nderin dhe kënaqësinë që unë të jam pranë një zonje e cila është shumë e njohur, është një zonjë me vlera shumë të larta dhe të mëdha për të gjithë shqiptarët. Dhe përpiqem të marr diçka nga kjo për punën e saj dhe të na tregon diçka për arbreshët. Faleminderit Ana Stratego. Mirë se më edhe në shtëpinë time. Faleminderit shumë, ndihem shumë mirë që jam këtu pranë jush. Sigurisht gjeneratat e reja ka nevojë të dinë për Anën, kush është Ana dhe çfarë ka bërë Ana në jetën e saj. Ana është një arbresh. U leket një katu nga arbresh, një shatë, si thoni ju. U leket një familje shumë e vjeçare, se jeton, u leva këtë qodhomu, u leva këtje. Këtë është gjurnalista, këta ishte këtje u leva. U leva këtë me historinë e arbreshëve, perché u leva këtë një shtëpi 600 vjeçar, me prindin tim, se sa u leva më foltin arbreshë, edhe se mama ime nuk ishte arbresh. Mama ime ish Ungër, perché jati punone, ish ka di Varese, ish Lombardo, gjushim, e u gjënd këtu, perché ringjoj një appalt se ish kostrutor. E mama ime u lje këtu, però më shpi fisin italisht. Kur u martua me tatin tim, kur ka bën kushtiet, pazin herë, thanë se kishtë vitë të rinë këtu, të jetojnë këtu, se këtu ishë shpi e babit. Më shpi i thanë se këtu fjete e albrisht, të bilve kishtë i fisin albrisht. E mama u lje italisht e vdik albrisht. Kur u ljeva, nuk kuptova maj se mama ime nuk ishte albrisht, perché mama ime folje albrisht me mua. Kështu e mbajtim gjufin, do se më shpit time këtë baba im nuk ishin tjerë shumë të lidhur me Alberin, mama ime më kishë pas fjalë fol italisht, e unë ani këtu nuk kisha më kulturin time. Pse kultura është gjufa. Bje gjufin, bje kulturin. A ishte vështirë të kalosh nga aja kultura tjetër dhe t'jesh në mesin e arbreshëve, sa është vështirë, si është ndjesia t'jesh arbresh? Ma t'jesh arbresh e një sentiment, t'jesh arbresh e një emocion, nuk është një fanatizm. U duat kuptojnë pse, dopo 600 vjet, emocionofemi, nga herë që bëmi kujtimin e Skanderbekut, kujtimin psi mund jetë, dopo 600 vjet, që nuk u ljem në Shqipëri, nuk jemi shqiptar, kemi këtë lidhim kështu të fort. U do të dinja pse, u kur djegj l'inno italiano, kam shumë rispjet per Italin, shumë. Del resto, sa gjushi im, bëri risorgimendin me Garibaldin, quindi në Albrecht bëm risorgimendin më të shumë se italisht. Pëndzon se di ministrat Garibaldi, 6 ishin e 3 ishin Albrecht. Quindi kjo është në kujtim shumë. Medre, kur djegj shoh flamurin e Shqipërisë, më batirë në zëme. Si gjithve. Ka jetuar gjuha ma shumë se 5 shekuj. Vazhdon të mbjetoj. Si është duke u transmituar tek të rinjët? Sa është e vështirë të transmetohet të gjeneratat e reja? Me që ju edhe punoni me të. Allora djegjim, ti djegjeve këtë festa, jo? Feste mane. E kur baroj festa, vam gjithë bashkë të bëjmë karnivalin, jo se këtu është karnival. Ti e pese ishin gjithë ata treja, jo? Djallira, vazhëza. E që këndojnë gjithë Të gjithë, po, shumë ishte kënaqësi. E u këtë i thash shokës vetë. Më të shumë gjindjat që janë të mirëzitur asembir, baroj, nga fare gjë,
këta në fjasin e u dje I thashë ruani këta. Më të shumit këta ishin gjithë alumni tjeva u mësusja, ishin gjithë të vogël e vinë këtu, e bëjnë lecione muzik me mua. Unë nga lecion muzik mësonja këngit. E kur u I djegjë, që nani kanë 20 vjetë, e janë e këndojnë, e janë I bijen, e janë il futuro, si thufet. E ardhmja. E ardhmja. E u thomë, kjo I kulturë që në mund vëdesë, si thone I shoku jonë, këngëtari, Pino Kakoca, I madhi, ndjezot, që kam se mi kujtim për Pino Kakoca, në kulturë që në mund vëdesë. Pse janë si ata që ka 600 vjetë që anë e thonë se na jeme vdesmi. 500 vetë, ma ta nuk jeme vdesmi. 400 vjetë jeme vdesmi. E jemi edhe këtu. U thomë gjithsej vdes. Però është një vdekur avash. E finke një është I gjallë, ka të punojnë për të gjallë, ku tjetë I vdekur. Njeri është I gjallë. E invece e shumë gjindë, me skuzin, thonë, tandu, I kulturë që e vdes, e quindi nuk bëjnë gjë, jo. Kur dopo djegjin ata, I thome pesën nga vërtet, perché këta ka 20 vjetë, për njëtë shumë mot, edhe ata të bilvet bëjnë kështu. U thomë se një kulturë shumë e fortë, që vdesi gjithsej, dhe resto Italia, thanë, se këtu e 7-10 vjetë, Italia nuk ka më mos ndjanë emigrantët, perché nuk ljefen, djalja, nuk ljefen vajzë. Quindi në kishte pëndzojnë kështu, një ditë në kishte rinë shpije, kishte kështu, si bëjnë më të shumit. Pero janë edhe shumë gjindë që punojnë, djepe, punin që bërë la proloko. E quindi në asociazioni, Officina della Musica, që akademie, që kemi, bëmi punë se mos të haromi traditat, që nuk janë dhe ta imbresh. Perché na kemi dhe traditi në Argentina, të marti të mirë. Që dopo u thomë, ku njëm pje mua që vje me thënë tje që në bësh, u do të thonja që vje me thënë tje që në bësh ka Ungra. Perché është ndrishe tje që në bësh ka Ungra, tje që në bësh ka njëtë I katunë. Perché nga shatë ka një kulturë ndrishe, ka kontaminacioni me tjertë gjindë që njerëzit që në emigracione. Na Ungrinjot jemi si partikolare, jemi si ndrishe. Perché non kemi vetë kulturin e Albreshe, ma dhe kulturin e Argentines, e Brazilit. Quindi jemi një, dopo këndomi greqist, perché na kemi Bizantin, jemi Bizantin. Quindi na kemi jo, na fjasmi me gjuf italisht, fjasmi me gjuf Albreshe, këndomi me gjuf greke, këndomi edhe spanjol, perché kemi Argentinin, kemi shumë një lidhje me Argentinin. Quindi shumë njerë që vinë këtu, gjë I shpi këtu. Një diversitet kulturash në një familje. Që shumë arikirin, bëm shumë të madhë njerëzit. Edhe pasuri. Une, kur pash dje kështu, organizimin që ishte në festën e Skënderbeut, vërtet u emocionova shumë, edhe Arbreshët, të jesh në mesën e Arbreshëve do të thotë shumë. Sidomos sot, kur bota ka ndryshuar shumë, unë e mendoj atë njëjtën gjë, që të silja liderët botëror këtu të shohin se si mund të jetojnë një popull në harmoni dhe të afërm edhe të lidhur me njëri tjetrin kaq shumë sikurse që janë Arbreshët sot. Jam shumë I nderuar që isha këtu edhe e përjetova këtë emocion. Do t'i rekomandoj të gjithë që të vinë të shohin shqiptarët e vërtet si janë. Je njohur shumë për punën tënde gjatë jetës. Gjeneratat e reja duhet ta dinë për punën tënde dhe të marrin motivet për të vazhduar, siç e thatë edhe ju me gjuhën arbreshe, po edhe në profesionin e muzikës. Apo na fol pak diçka për punën tënde? Kjeva mësuse për shumë vjetë ekonomist, perché u jam ekonomist. Ekonomist? E bëja shumë punë si në skollë statal si ekonomist. Però pata sempre muzikin me mua, që kisha 6 vjeç, I binja, këndonja Albresh, me shpit time, këtu këndojnë gjitha u ljeva me babin që bine, mamin që bine pianofortit, cijet time,
E na rrim gjitha filëzjarët e këndojmë, më kështu u rrita. Po. Kur u rrita më thamë, ti ngje një si gjithë, ti e mbese një të madhë Vincenzo Stratigot. Ti mu kur u ljeva, më thamë se na kishim një gjufë në rishe, u i thonja që kjo gjufë. Është një gjufë në rishe, e më buthojnë gjithë skrimtare, gjithë shubiset të shkruajt i skrimtari Ilustra Gjushim, Zoti Angjull, ish shumë, ke shumë gëzim se ish i biri një të madhi. E këtu më shpirtime vinë shumë ambasadori ka Shqipëria, ministra, e usu isha i vikë, i thonë, sot bëmi të rjesin se vinë shumë të mi ka Shqipëria. E u thonja, ma pse vinë këtu? Dopo kur vinë këtu, thonja, ojtat mama, këta fjasin si na. U thonja, pse fjasin si na këta? Perché na ka këtje vimi, thonë ojtat madhi. Quindi u rrita kështu me këta sentimenti, të forta, shumë të forta, uj, mulaj, me motri, gjithë familje. Me të familjen të vogël, që u mësonjë, që kur isha e vogël, mësonjë muzikin, traditat, u gjifjas, u i burthonjë, thonë, me një shini këtu, e një shini këta antenat raptime, një shini fustane, e një shini libre ku studiojnë, që tuta ishin të albresh. Se 4-500 vjetë prap, studiojnë medicinë, studiojnë jurisprudencë, i dhanë shumë lustro, i dhanë shumë rikic Kalabris, i dhanë shumë utësi, që është një zembi integracion më i rishirë i që tjenë djetë Albrecht l'Italit. Pse Albrecht nuk betin mirë për shumë vjetë, inutile se thomi, Albrecht që perseguituar, si gjithë jeta që kur ndronë shpi, dhe të këtë një të jetë. Shumë perseguituar. Ma na mbajtim të fort, perché na jemi ju mbajtë të vetën edhe bashkuar. Skanderbeku thonë, se ndjemi bashkë, do jemi më të fort. Do jemi më të fort. E na, bashkima na Bashkimi ju mbajtë të fort. E u këtë thonë nani. Kujtimi Skanderbekut nuk ka tjetë vetë një kujtim folkloristik, aposta u kam gëzim se la proloko e mandinone e bënë. Ata që kemë bënë gjithë bashkë na, gjithë Albrecht, si aposta ka progetti me që fjasmi sembi me Rosa Carbone për këtë proget. Në kemë jemi vetë manifestim, ma kemë jemi bashkë, perché mos Skanderbekut që ndiron vetë fustani. Na, u thomë, na duat jemi një fustan, kur unë veshem e bësh, gërbet një fustan që jam e vë, unë difem një regjim, unë difem një principes, unë difem më e madhe se regjim, një regjim drejt, perché ndje një responsabilitat që kam, ndje një shubes që kam transmeton, quindi kam ribelu, kam krefem, është si një tradit që ka të dafet mirë. Një diçka që të përmbush. Një rito, më di si thoni, një rit, si një sakri, një sakralitet. është përmbushje, është identitet. Però nëse ti vishe Albrecht, dopo fjeti talisht, e në di kulturin, e në di gjufin, e vishe Albrecht e gli jep importanza, non gli è, allora gli è il manichin, allora ma mikta. Perché se non gëmbami bashkë, gëmbami gjufin, e fustanet ngësosin, u këta thomë, vetë fustanet ngësosin. Kush vë vetë fustanet, ma mirë mos t'i vërë. E vërtet. Perché mos Skanderbekut që t'inderon, folkloristik, e na invece ngëduami këtën. Duami të kujtoni, però duami se ka t'inderon shpirti Skanderbekut. Një mos ma mirë se vdesmi. Ta kultivojmë edhe të vazhdojmë. Dosim t'inderon shpirti, ma mirë se vdesmi. Në ka sens t'inderoni. Shtu thomu. Shumë e vërtet. Jemi në shtëpinë e shkrimtarit Vincenzo, apo? Vincenzo Stratigot. Është interesante dhe është një emocion i veçantë ti jesh këtu. A mund ta flisësh pak për të gjithë shqiptarët që nuk kanë pas rast të vinë këtu? Do shta i bëjmë kërështar të vinë këtu. Allora, kjo shpjetisi, gjithë antenatëve tim, perché na ka 15 generacion që jetomi këtë kjo. 15 generate dhe të që kanë jetuar. E aji ishi 5 generacion më pas se u.
katër më pas se u, perché baba im, gjyshi im, stragjyshi, tani është i mbullar e është i mnip. Quindi, e dopo prapa, kanë jetu këtu. 15 vjet. 15 vjet. 15 vjet. E ai ishte një revolucionar, ai ishte një i lidhur shumë si gjithë na me Shqipërinë. E dopo këtë kujtoq se ai u lje 200 vjet prapë, quindi 200 vjet prapë, ish më afër diaspora. Ish më afër diaspora. Ndose na i kemi kështu tani tipë nëzot 200 vjet prapë diaspora. Jo, diaspora kish vetë 250 vjet. Ishe re diaspora. Ai ishte revolucionar e nuk donej ditatura borbonika që ishin në Itali. Allora ai, siccome nuk bëne gjë me fjalë, një mos e vëjnë menda, jo, e mbulin, allora ai e bëri me shkrimtar, shkruane. Quindi me shkrime, ai bëne shkrimet, bëri një shkrim më i madh, një shkrim më i bukur që ja thonë jam shqiptar. Però italisht jam ai kish bën titullin dhe shqiptare, kish bën dhe gjufi italisht sono albanese. Perché ai done se ai dopo è traducito in Shqipëri. Al Bresh, nel Shqip, ed è al Bresh. Ma ai kur ai e shkruajti d'italisht, perché ai do t'ja jip gjithë botës, ai thone, u jam me Garibaldi si atë gjusha tim qenë në Skanderbekun. Perché, ecco, allora nga thoje barone me u jam shqiptar, nga thoje banone. E thone, kjo që është një frazë, thomi, më i bukur, për mua që thote, më emocionante, që dhe kuretin, presidenti Shqipërisë e presidenti Italisë e djovastin atë të gjushit tim, kur u baruan. Kur janë ta dy bashkë. Kuretin Shimiti, retin Mattarella me Ilir Meta, e djovasi o cara Italia, unë anë emocionofe, ma posa nga që thonë ka me pa emozionoce. O cara Italia, o Italia bella, tu mi accogliesti come sorella. Nel dolce senno del tuo paese io sono albanese. Edhe pse më pe kam problem ta kuptoj gjuhën. Però thotë, o Italia e bukur, o Italia e thomu. O Italia e bukur, o Italia e ime, ti më bjodhe si një motir. Këtë gjiri jot u jam shqiptar. Të gjiri jot jam shqiptar, shumë e bukur. Për mos të lodhur shumë edhe çka do të kishe thonë shqiptarëve, një përshëndetje për gjithë shqiptarët? Ma u do t'i thomë shqiptarëve se u vinjë edhe shumë herë në Shqipëri, edhe 12 herë në Shqipëri e bëja koncerte. Po në Kosovë? Kosovë, në një qeva këtë seminari në muajt e gushtit. Dhe të të vitin e kaluar, këtë qenë? Këtë vitit që shkoj. Bad Rugova, që kam shumë zëmir, mirë se ai pur ka shumë, kemi shumë rispjet njeri me jetri, kjeva gjaj dita herë që bëja koncert këtë seminari që bëfet gjufit Shqipë. Po, gjufit Shqipë. Quindi kapak që kjeva në minë Kosovit e shpresojnë të vinë sembi edhe më shpejt. Kjeva shumë herë për Shqipëri, kjeva në Macedonit, bëja transmision televiziv, bëja edhe me filmin Arberia, ku bëja aktricin. Nga herë që vinë Shqipëri, kam sembi emocion, pse është një të shpi. Allo, jo, gjithë njerëzit nuk e kam fortunin që kemi na shqipta Albresh, që kemi di shpi. Perché shumë popolli magari iktin ka shpia nuk kam një shpi. Oppure janë vende që ngljap më që ditin, oppure që është edhe ditatura nuk mund vend. Na invece kemi shumë fortuna, nga di si tufet. Fortuna, nga di si tufet. Fat. Pa fat. Me fat. Me fat. Se na mund bidhemi, të dhemi këtë një të shpik që janë, e të gjemi vëlezërit e modra që na presin. Quindi, però, na vini shumë këtë ju, però edhe ju kënë vini më shumë ka na. Ju jeni me fat, po edhe keni punuar për të qenë me fat?
keni punuar shumë, punoni shumë që ju Si keni ju me punojnë shumë me të vogël, punoj me gratë, kam një ansambl grash. Keni dashuri të madhe do thot për shqiptarinë, për Edhe me gjuhën. grupin ansamblin tim grash, edhe bën koncerta fije, ka 2 vjet prapë, vinjë nanitje na kruje, bëm një koncert me korin tim, 2 vjet prapë, vjet, na nise kujtojnë. Comunque, na vini ju takomi, e duami se kemi vit të takomi edhe ju, pse kur vini dopo këtu, bën një emocion, thuaj. Emocioni është I papërshkruar. Si o për ne, o për ju. Unë I thash gjithë shqiptarëve dhe do ta shkruaj që t'i rekomandoj të gjithë që të vinë në Ungra, të Erbreshët, edhe ta përjetojnë se çfarë do të thotë shqiptar. Në veçanti do t'i kisha thënë të gjithë që të vinë te Ana këtu, kjo është një pikë. Ju pres, keni shpinë hapë në shpirtime. Një pritje vërtet shqiptare që të bën mendje mirë. Nuk kem ndje asnjëherë më mirë kudo që kam shkuar se sa këtu. Faleminderit. Është ndjesi e papërshkruar. Shtëpia ime është shtëpia juaj. Shtëpia ime vërtet unë jam ndje ashtu dhe po ndjem kështu, edhe me ju kështu gjatë këtyre ditëve që kemi pirë kafe, kemi ngrënë këtu, domethënë gjëra të bukura që ti bën ato. Për fund në tekst gjuhës në ndonjë muzikë, ndonjë këngë, diçka për e ke, mund ta bësh? Një këngë. Sa kemi marrë s'ka deri t'i val, o moje bukur alberi, shikoj nga mal, mendojmë për ti, o moje bukur alberi. Faleminderit shumë falenderoj për këtë pjesë edhe për të respektin edhe për gjitha kondicionet që na I ke dhënë. E rroftë shpirtit Skënderbeu. Rroftë shpirtit Skënderbeu, rroftë gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë shqiptarët.